Gen Strazimiri kemi bezdisur në këtë mëngjes. Strazimiri, përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja është e thjeshtore, ç'po bënin atë kuvend, asgjë që mund të lehtësoj disi jetën e shqiptarëve të zakonshëm, por po ngecim tek ca çmendurirat jashtëzakonshme me njerëz që nuk duan të zbresin nga karrigja për asnjë lloj arsye dhe rrethane. Po ajo që ne mund të bëjmë në kuvend vendoset ditën e zgjedhjeve. Fuqia që ne kemi në kuvend vendoset ditën e diel, datë 11 maj. Nga aty e mbrapa pastaj ne bëjmë aq sa kemi mundësi dhe aq sa është konfiguracioni brenda në kuvend. Siç e dini, me 11 maj nuk pati zgjedhje, ose ODIHR ka nxjerrë një raport që praktikisht i konsideron zgjedhjet të vdekura, ka nxjerrë autopsinë dhe shkakun e vdekjes së tyre, kështu që situata nuk është se mund të ndryshonte me performancën e opozitës në parlament. Ne sigurisht bëjmë tonën duke u përpjekur të parandalojmë me argumenta politike, aq sa janë argumentat dhe instrumentat parlamentare, të pabërat që kanë ndërmend dhe kishin planifikuar dhe në fakt thjeshtë që do të bënin, por më shumë se kaq nuk mund të bëjmë. Kështu që mendoj që siç e kam thënë vazhdimisht, pak disfatiste kjo. Më shumë një nevojë e shoqërisë për të menduar se si duhet ta zgjidhet, si të fuqizojë më shumë mekanizmat e opozitës, se si unë do doja të shikonim të gjithë nevojën, domosdoshmërinë për të udhëzuar një herë mirë nga pushteti duke rikthyer votën e lirë. Megjithatë, përtej një rrëzimi politik nga pushteti të mazhorancës, mos ndoshta do të kemi një rrëzim juridik, zoti Strazimiri, sepse Belinda Balluku dhe një fakt që po kalon pak jashtë vëmendjes së mediave, vizita 3 orëshe e drejtoreshës së Akshit në SPAK, janë qartazi dhe gjithë e dim, besoj ka një konsensus për këtë dhe një pranim fakti, që janë gjitha veprime dhe afera ku është dora e kryeministrit në fakt në vetvete. Rama do ikë nga vota apo nga, le të themi, nga pranga? Po t'ishte për t'ikur nga pranga, do kishte ikur që në momentin e parë. Është tashmë një qeveri të pandeurish, ai kur kryeson një kabinet të pandeurish, nuk është më një kabinet ministrash. Siç thotë dhe vetë me krenari, SPAK-un e kam bërë unë, nuk e kanë bërë amerikanët, gjithçka në drejtsinë e re është e imja, do thotë drejtësia ka shenjat e gishtave të pista, të kriminalizuara në të gjithë fytyrën e saj dhe në gjithë trupin e saj. Ka të drejtë nga një pikpamje, sepse në fundit ajo që unë vazhdimisht e kam ngritur si pyetje, kur një sasi kaq e madhe ministrash, zyrtarësh të lidhur direkt me kryeministrin, abuzojnë në këtë mënyrë me miliarda me buxhetin e shtetit, në qoftë se kryeministri nuk jep dorëheqje dhe nuk ndjen se po drejton një band keqbërësish, jo më një kabinet ministrash, është detyrë e prokurorisë ta thrasë minimalisht, jo si person që ka përgjegjësi, se minimalisht është neglizhencë në detyrë. Kur thotë kryeministri nuk di ka ngrënë dardha mbrapa shpinës time i gjithë kabineti, ajo është neglizhencë në detyrë. Kryeministri me kushtetut propozon dhe garanton, investohet tek kabineti i ministrave pikërisht mos ndodhin këto gjëra. Nëse një nga ministrat bën diçka, prandaj bien qeverit në gjithë botën. Po këtu tek ne kjo punë nuk ndodh. Dhe SPAK-ut nuk i shkon ndërmend, ka marrë të pandehur të gjithë kabinetin, SPAK-u pandeh që i gjithë kabineti i ministrave me të drejtë. Përfshirë drejtorët kryesorë, siç thatë ju Kaçanaj, janë hajdut, kanë vjedhur, por nuk pandeh kur se Edi Rama është pjesë e kësaj afere, apo nuk e thret kur as për ta marrë, siç është proceduralisht, personët dieni të fakteve. SPAK-ut nuk i intereson se Edi Rama ka qenë aty, edhe në qoftë se ka qenë nuk dinte gjë, nuk ka parë gjë, nuk ka folur asgjë. Kështu që nga kjo pikpamje unë nuk mendoj se do të ketë një revolucion juridik. Ajo që ju prisni revolucioni juridik ka vdekur ditën kur kjo mazhorancë e vetme ka ngritur me duart e saj të pista, pikërisht të sistem drejtësie. Në qoftë se mendoni se duke futur në burg, se dhe kjo është pak shkyrën qesharake, doli urdhër arresti për Ametin, atë sekond njerëzit pyesin ora çfarë do bëhet me Veliej. Doli dhe urdhër arresti për Velijen, nëse mendej këto ora do bëhet gjë për Fallukun. Në qoftë se mendoni se ai ky nuk gjen dot një Balluk tjetër, një Veliej tjetër, një Kaçanaj tjetër, apo një kujdes se çfarë, kjo është domethënë kulmi i naivitetit. Këtu çështja nuk është tek ta keqbërës, që janë faktikisht gjithë që keqbërës dhe që e dimë gjithë.
Tu në qoftë se nuk peket koka e bandës kriminale e këtij kabinetit të pandehurish, që është kryeministri, këtu nuk kemi asnjë gjë, mos prisni gjë nga drejtësia. Dhe me ç'duket nuk kanë ndërmend ta prekin. E vetmja mënyrë është ajo që me cilën ndrojnë qeverit francezët, gjermanët, italianët, të gjithë bota e qytetëruar, qoftë se qeveria nuk zë mend dhe vazhdon të vjedh dhe të mos i lejojë të votojnë siç duhet, ka mënyra ato që përdor bota demokratike për ta mbështetuar qeverinë. Ndërkohë, me që jemi të bota demokratike, Greqia është në kolaps nga grevat, Spanja është në kolaps sepse një antar i partisë në pushtet është akuzuar, që është dhe deputet sigurisht, është akuzuar për tendera në kohën e pandemisë, e kanë përjashtuar që në fillim vitit nga partia edhe prap vazhdojnë protestat atje. Ka një gjë ndryshe me ne? Është gjithçka ndryshe. S'ka asnjë lidhje as me Spanjën, as me Greqinë, prandaj thash bota e civilizuar. Këtu vazhdon thjesht në një otomanizëm, në një padisha në krye, ku të gjithë të tjerët, domethënë vinë rreth e qarkëtij dhe kanë frikë se mos është një lloj regjimi otomano-mafioz. Në vetvete s'ka asnjë lidhje me shtetin ligjor, nuk ka asnjë lidhje me zbatimin e ligjit, nuk ka asnjë lidhje as me sensorët, po themi, normal, një shoqërie normale, civilizuar, shoqërie demokratike. Kjo është shoqëri nënfundur, nuk ka asnjë lidhje me lirit që gëzojnë vendet evropiane, vendet civilizuara, vendet e NATO-s, nëse doni po i quajmë. Këtu raporti OSBE-s direkt të ka dhënë autopsinë, jo vetëm thjesht procesit të zgjedhjeve, por të ka dhënë autopsinë edhe të sensorëve të shoqërisë që janë të vdekur të gjithë, duke përfshirë, do thoja, edhe median, gazetarët. Në të gjithë botën është interesant, gjona për filma është tashmë është klishe ajo. Në një politikani për ta trembur i thuhet çiko do shkoj t'ia jap medias, që thua ti, gazetari është shpëtimi i shoqërisë. Del në pah korrupsioni apo maskaralloku i politikanëve dhe gjithçka ndrohet në fund fare ashtu zgjidhet filmi, gazetari fiton dhe politikani del në hekura. Këtu nuk është kjo e mundur. Këtu e vetmja shpresë që kanë njerëzit për ta kërcënuar thonë çdo do t'ia çoj Sali Berishës ta nxjerrë ke Facebooku i tij. Kështu që nga kjo pikpamje një shoqëri që ka humbur gjithë sensorët, kur thatë ju sindikatat, përfshi mediat dhe gazetarët dhe gjithçka tjetër, është kollajt i thuash opozitës ti çfarë po bën. Kështu që në qoftë se shikojmë gishtin dhe nuk shikojmë po themi degenerimin në cilin jemi, kadavrën në cilin është kthyer kjo shoqëri, nuk kemi zgjidhje. E vetmja gjë nuk duhet shpikim votën, e vetmja gjë në qoftë se duam të mbrojmë lirinë dhe të rikthehemi të jemi një vend demokratik dhe shtet ligjor, do të bëjmë atë që bën çdo shoqëri e lirë. I përmendët ju. Spanja, Greqia, po unë do thoya edhe më keq akoma, Rumania me Bullgarinë, Serbia është duke u treguar shoqëri shumë më sensitive, shumë më e ndjeshme ndaj vlerave të lirisë dhe demokracisë së ne. Mendoni se jeni në një rrugë të duhur për këtë? Për ta ndryshuar? Unë besoj që po, opozita politike këtij vendi nuk po pushon asnjë sekond. A është e mjaftueshme? Po të kishte qenë mjaftueshme një parti politike apo një opozitë politike, bota demokratike nuk të kishte përpunuar mekanizma të tjera, shoqëri civile, intelektual të angazhuar, media dhe gazetar, që janë watchdogu i qeverisë. Sensorë të tjerë që e mbajnë shoqërinë në këmbë për të lidhur duar dhe këmbë një opozitë, një qeverie zullumqare. Ne nga gjithë këta elementë që duhet të ketë demokracia, kemi në këmbë sot vetëm opozitën politike, jo opozicion tjetër. Është e pamjaftueshme, sigurisht. E kuptoj. Ndërkohë, me që jemi pak tek çështja Mogherini për t'u rikthyer, para shumë interesante fakti që shifra për korpusin ishte 17 milionë euro, pra thesi i buxhetuar dhe shifra për cilën rastësisht bie në Grack Mogherini është 17 milionë euro. Mos ndoshta ka një ndryshim edhe një wind of change në Europë, se në Amerikë ka një vit që ka ndodhur? Nuk besoj se ka një wind of change në Evropë. Kemi lexuar këto ditë, besoj dhe ju, reagimet e medias evropiane në lidhje me rastin Mogherini, është vetëm maja e icebergut. Mediat evropiane, gazetarët evropian, ato thonë, skandal pas skandali, se Qatar Gate tash është Mogherini Gate, do të ketë një tjetër, domethënë çfarë po ndodh me Evropën. Duket se korrupsioni
është shumë më i përhapur nga ç'e mendonin, është në nivele shumë më të larta nga ç'e mendohej dhe sigurisht tu del dhe shpjegimi i pyetjes që ka 12 vjet në fakt, që e ngrenë mediat ndërkombëtare, pse bën sikur nuk e sheh Evropa, Bashkimi Evropian, shtetet të rëndësishme demokratike, një narkoshtet si Shqipëria në mes të Evropës, për më tepër antar i NATO-s. Me sa duket zgjidhja dhe arsyeja që i verbon është ajo çanta e lekëve 17 milion euroshit që vinë marrin si Mogherini, secili prej tyre sa herë vjen dhe thot gjëra të pavërteta, siç ishte rasti i Marta Kos. Marta Kos këtu doli dhe tha paturpsisht, paftyrësisht që zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme, duke anashkaluar qëndrimin e vetë Komisionit Evropian ku ajo është ministre dhe duke përbuzur raportin e OSBE-ut, çka është domethënë jashtë çdo standardi evropian deri tanishëm. Më lejoni t'ju kujtoj që të gjithë ta emra që po përmendim, nga e para tek e fundit, cili do që ka ardhur, janë shok të Internacionalit Socialiste, i përkasin që të gjithë Partisë Socialiste Evropiane, dhe me sa duket kjo është dhe ai connectioni që i lidh, është trëndafili që kanë në dorë, kanë gjithë një simbol apo ti shohësh Partia Socialiste Evropiane, kanë trëndafilin o karafilin të mbajtur në grusht, ajo është simboli i tyre. Një simbol masonor që me sa duket kur e shohin, shkojnë që janë shok internacionalist dhe njëra dorë lajnë tjetrën, të dyja bashkë lajnë fytyrën. Uji me sa duket me cilin lajnë fytyrën duket që është ujë pisë dhe tashmë edhe Evropa po e shikon që fytyrat e tyre janë të pista ashtu sikurse duart e tyre. Dakord, Strazimiri. Faleminderit për qëndrimet tuaja. Ju përshëndes. Ndërkohë ne do kalojmë në shkëputjet vockël publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, kemi ende për të diskutuar në këtë mëngjes të kësaj të premte që nuk duket shumë si e premte, po qëndroni me ne.